Enea Mekolli. Sipas deklarimit të tij, Bala pretendon se është kontaktuar në telefon nga shefi i komisariatit Maliq për një kallëzim që një çoban kishte bërë për mospagimin e parave nga Violan Braçellari. Jam kontaktuar nëpërmjet telefonit të shefit të komisariatit të policisë Maliq, i cili më ka bërë me dije për një ngjarje të ndodhur dhe ka shpjeguar se një shtetas i quajtur Aleksandër Kola kishte punuar si çoban, nuk kishte marrë lekë që i takonin për punën e kryer dhe ishte kanosur me armëzjarri nga shtetasi Violan Braçellari, i cili është person në kërkim. Kam kontaktuar në telefon me zëvendësdrejtorin e krimeve dhe jam takuar në ambientet e policisë Korç. Kam diskutuar për masat që do të merrin lidhje me organizimin e punës për kapjen e personit në kërkim, i dënuar me 10 vjet heqje lirie për veprën penale të prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Sipas drejtorit të policisë së Korçës, pasi është diskutuar plani, ditën tjetër është ndërhyrë në zonë. Një grup, në të cilin ishin 2 zëvendësdrejtorët, shefi i komisariatit të policisë Maliq dhe një grup shqiponjave, do të shkonin në vendin ku ishte dhëna për personin në kërkim nëpërmjet aksit rrugor Maliq-Lozhan Bode. Grupi tjetër, në përbërjen të cilët isha vetë, shefi i sektorit të rendit dhe shefi i komisariatit të policisë, do të shkonim në vendin ku dyshoj se ishte personi në kërkim nëpërmjet aksit rrugor Korç-Voskopoj-Bode. Sapo efektivet janë afruar pranë stanit, menjëherë kanë nisur të dëgjohen të shtënat e para. Kur ata ishin te Porroj, në një distancë rreth 400-500 metra, kam dëgjuar të shtën automatiku dhe jam nisur me vrap në drejtim të stanit. Kur kam arritur në vendngjarje, kam mësuar se një punonjës policie kishte ndruar jetë dhe një punonjës policie tjetër ishte plagosur. Sipas drejtorit të policisë Korç, për arrestimin e Braçellarit nuk është vlerësuar thirrja e Eneas, për shkak se i kërkuari ishte në kërkim për drogë dhe jo për krime kundër personit. Në analistën e veprimeve të mëparshme të këtij shtetasi, nuk ka asnjë të dhënë që ky person të ketë përdorur armëzjarri ndaj punonjësve të policisë, edhe gjatë kontrollave të mëparshme të kryer nga ana e policisë.